Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Për këtë ëmbëlsirë kemi nevojë vetëm për 3 produkte. Është një super ëmbëlsirë e lehtë, e shpejtë dhe pa pjekje. Si bazë në këtë recetë do të përdorim qumshtin e kondenzuar, por i cili është me sheqer. Unë po përdor nga ky lloj Panda, mund të përdorni cilin do lloj që mund ta gjeni në supermarketet ku ju jetoni. Total do të përdorim 350 gram qumësht të kondenzuar. Vetë se hodha pak dhe do të vazhdoj që t'u demonstroj tani edhe juve sepse kamera nuk e di pse nuk ndez në atë moment. Tani do të shtojmë brenda edhe krem fëstëku. Krem fëstëku në total do të shtojmë 150 gram. Vazhdojmë, përzijmë mirë një herë që t'na lidhen të dy këto përbërës bashkë. Ne vazhdojmë që të shtojmë brenda tek ena biskota. Në total çfarë do llojit biskotave që ju keni dëshirë ose cilat do ju gjinden në shtëpi. Thjesht vetëm vazhdojmë kështu, i coptojmë me duar dhe i shtojmë brenda. Vazhdojmë tani që t'i përzijmë që gjitha produktet na lidhen dhe t'na bëhen bashkë. Bëni kujdes me biskotat, mos i shtoni gjitha me një herë. Në total, unë kam përdor 150 gram biskota dhe masa është mjaftueshëm e trosh. Vazhdojmë tani që t'ja japim formën. Ne marrim një letër për pjekje dhe masën që e përgatitëm, vazhdojmë që ta shtrojmë këtu tek letra që t'ja japim formën e mirë. Ne me ndihmën e letrës do të vazhdojmë që ta mbështjellim, ta shtypim mirë dhe t'ja japim formën e mirë të një roleje. Do të sigurohemi që do ta bëjmë të barabartë në të gjitha anët. Mbështjellim mirë. E shtypim kështu që t'na bëhet e barabartë. Dhe kështu ëmbëlsirën e përgatitur e vendosim në frigorifer që të shtrëngohet diku për afërsisht 30 minuta. Pas 30 minutave e dekorojmë dhe e shërbejmë. E tani që ka pushuar për 30 minuta, vazhdojmë që ta dekorojmë sipër dhe pasi e kemi bërë me fëstëk, unë vendosa që ta dekoroj me disa fëstëk të coptuar. Por ju gjithmonë dekorimin mund ta bëni sipas dëshirës. Tani vazhdojmë që ta prejmë në copëza më të vogla, ta shërbejmë dhe ta shijojmë.